Atëherë, kur ka ndejtur me icebergun në vendin e veçantë, që u zbulua mbas 12 vitesh, mbas 10 vitesh më duket, erdhi druvari me druvar treshin. Me kë? Druvar njëshi me druvar treshi. Më thuaj mori, se di. Eduard Maja. Druvar njëshi dhe Eduard Maja. Vetëm 2 vite. Icebergu e kuptoi dhe u largua, nuk u kuptua kush ishte. E pyesin me kë ke ndejtë këtu, vetëm i ka thënë vajza. Me asnjë. Por ka jetuar me icebergun. Kishte 10 gra. 10 ishte Alketa. E zbuloi duri në fund dhe u shkatrua gjithçka. Po zbuloi duri shkatron gjithçka. Por atje ka ndejtur me icebergun dhe me Jezuin dhe me Allahun. Allahu 12 vjeç, Jezui 15, icebergu më i madh. Ka ndejtur 10 vjet. Nuk kanë treguar. Pastaj 2 vjet me druvarin dhe pse harroi emrin gjithmonë? Eduard, si ta harroi emrin? Eduard Majan. Jo, nuk të urrej emër djal. Ja, i djali me sy jeshil, sy për qielli. Alketa ka ndejtur, se po shikonim në YouTube, a Facebooku ishte nxjerr vilën e Alketës. Ishte sipër ishte shelgu, shallvaret, që janë shegjet. Pra vendi i truvejve. Ati ishte fshehur një shtëpi e vogël, vilë e vogël, e Alketa Hungës, që ka ndejtur me Eduard Majan 12 vite, fshehur atje. Eduardi ishte shumë i varfër, po një djalë bukurosh. Një djalë bukurosh shumë i varfër. Alketa e mbante, i jepte lek gjithmonë, po jepte shumë, ai qeshte, i thoshte si më jep kaq shumë, dua, i thoshte Alketa, derisa e pastroi familjen e tij. Alketa donte ta ndihmonte Eduardin në këtë mënyrë, ta kishte dhe dashuri. E dinte që ndihmonte familjen e tij. Nuk është bërë asgjë pa ditur. Kështu ishte kënaqësia e Alketës. Eduardi u pastroi dhe familjen e tij. Por me sa duket Jezui ka kapur momentet e fundit mbas 12 vitesh, ka kuptuar Alketën dhe Eduardin. E ka hequr Jezui, duke sharë Alketën. Pastaj vinte Jezui si Eduardi, më duket. Po, nuk e kuptoi Alketa, ende. Derisa filloi të rinte me Jezuin. Sa ndejte me Jezuin? 12 vite të tjera, pa, s'ka mundësi. Si mund të rri me Jezuin? Ai vetëm vret më i vajzë.